Nuk është era e parë që Evertoni zgjedh që të luaj, dhe shumë piset madje. Me rastin e Armando Brojes, sulmuesi shqiptar ka qenë shumë i pafat me dëmtimet, dhe vetëm në fillimin e janarit të vitit 2025 u dëmtua 2 herë me ekipin e ri. Pa shumë kohë zhvojtjesh dhe kalimi në spital, Broja u lut që në këtë vit të kishte bekimin për të nisur karrierën e madhe dhe për të rikuperuar kohën e humbur. Megjithatë, sapo shkeli fushën, preku edhe barelin gjithashtu. Broja dëmtuar në ndeshjen kundër Peterburgu në Kupë dhe të gjithë prisnin që sulmuesi shqiptar ta kthehej në fundin e këtij sezoni, dhe fati tregoi se nuk e ka braktisur plotësisht, por është ende me të. Situata shkoi më mirë se ishte parashikuar dhe Broja u rikthye që në fundin e shkurtit. Loja e pisët e Everton qëndroi në faktin se sipas tyre Broja do të kthehej në muajin maj, atëherë kur sezoni të kishte mbaruar, dhe kërkoi nga Chelsea që ta merrte sërish shqiptarin e ekip përpara kohe. Kjo pasi marrëveshja e huazimin mes Evertonit dhe Chelsea mbaronte në qershor, dhe pasi Moyesi erdhi në ekip si trajneri i ri, kërkonte që të krijonte ekipin edhe për sezonin tjetër, duke larguar një huazim që ka dëmtime të shpeshta. Chelsea kuptoi lojën dhe ktheu përgjigje të menjëhershme, duke i kërkuar Evertonit që të kompensonte pagesat e Brojes deri në qershor dhe më pas mund ta kthenin lojtarin. Në një situatë të tillë, Evertoni zgjodhi që të mbante Brojen, por për ti faktit se Evertoni egzageroi situatën e dëmtimit, fati mund të thuhet se ishte me Brojen, pasi u rikthye në variantin e tij më të mirë dhe në kohën më të shpejtë. A do të jetë Armando Broja për ndeshjet e marsit dhe veçanërisht për ndeshjen me Anglinë? Këtu futet në lojë sërish Evertoni, që pasin skemet të dështuar me Chelsea, këtë herë nuk kërkon të rrezikojë asgjë me Shqipërinë. Ekipi anglez ka bërë një plan të ngadalë servitor me Armando Brojen, në mënyrë që të mos rrezikojë asgjë për ndonjë dëmtim tjetër të tij me Evertonin, por kryesisht me Shqipërinë. Madje trajneri i Evertonit, Moyes, e tha hapur në konferencën për shtyp se nëse do ta pyesin mjekët e klubit, do ta kërkonte Brojen pas ndeshjeve të kombëtarëve, në mënyrë që të mos ketë asnjë shans për Shqipërinë për ta grumbulluar. Mund të them që koha pas kombëtarëve do të ishte ideale për të. Ka një shans si Broja të kthehet javën tjetër dhe të jetë gati kundër West Hamit, por në këtë moment unë do të ndjej këshillën e mjekëve. Nëse ata do të më pyesin, do të kërkoja që Broja të vinte pas ndeshjeve të kombëtarëve, tha trajneri i Evertonit. Kështu Evertoni do të vazhdojë me planin e ngadalë servitor dhe të rikthimit të Brojes, dhe nëse ai nuk do të luajë qoftë edhe 1 minutë para ndeshjeve të kombëtares, është e pamundur marrja e tij nga Anglia. Ekipi anglez do të veprojë në këtë mënyrë dhe tani me shumë gjasa, Broja nuk do të jetë gati për ndeshjet e marsit me Shqipërinë, por menjëherë pas tyre do të kthehet që të luajë te Evertoni në Premier League.